Arben Taravari ka dhënë zyrtarisht dorëheqjen nga posti i ministrit të shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut. Dorëheqja e tij i është dorëzuar kryeministrit të ri, Mitsokoski, duke shënuar kështu një fund formal të angazhimit të Taravarit në këtë funksion qeverisar. Vendimi vjen pas ndryshimeve politike që pasuan zgjedhjet e fundit parlamentare në vend, kur formimi i qeverisë së re ka sjellë rikonfigurime të pozicioneve ministrore. Taravari, një figurë e njohur politike dhe pjesë e Aleancës për Shqiptarët, ka shërbyer në këtë post në fokus në reformimin e sistemit shëndetësor dhe përballëzimin e sfidave të sektorit gjatë viteve të fundit. Ai ende nuk ka komentuar zyrtarisht për të ardhmen e tij politike, megjithatë pritet që të mbetet aktiv në skenën politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Mitsokosi ende nuk ka emëruar pasardhësin e Taravarit në Ministrinë e Shëndetësisë. Njohësi i politikës në Maqedoni, Amir Shabani, thotë se kjo dorëheqje erdhi pas disa takimeve mes Taravarit dhe Ali Ahmetit, që sipas Shabanit dyshohet për pazare të futjes të BDI-s në qeveri dhe largimin e Vlen, ndërsa thotë se votuesit shqiptarë konsiderojnë të pahishëm vendimin e Taravarit. Tërheqja e ish-ministrit të shëndetësisë, Dr. Arben Taravari, nga qeveria dhe nga koalicioni shqiptar në pushtet Vlen, erdhi si pasojë e realizimit të disa takimeve mes Taravarit dhe Ali Ahmetit të BDI-s, gjë që dyshohet për pazare të futjes të BDI-s në qeveri dhe largimin e Vlenit. Vendimi ka ardhur pas takimit me kryeministrin Mitsokosi, i cili me shumë gjas nuk ka pranuar një pazar të tillë dhe se ka qëndruar korrekt ndaj partnerit shqiptar në qeveri. Vlen dhe votuesit shqiptar e konsiderojnë të pahishëm vendimin e Taravarit në një periudhë kur duhet të qëndronin të bashkuar dhe ashtu siç fituan zgjedhjet parlamentare, të fitonin dhe ato lokale, por fatkeqësisht plani për ideal ishte afat shkurtër, ka theksuar Shabani. Profesor Sulejman Mahazi, në një përgjigje, ka komentuar dorëheqjen e Arben Taravarit nga posti i ministrit të shëndetësisë, duke quajtur atë një akt të detyruar nga rrethanat politike dhe jo një vendim të lirë të vet Taravarit. Sipas Mahazit, dorëheqja nuk ishte në dëshirën apo në planet e Taravarit, por një pasojë e presionit nga kryeministri i ri, Mitsokosi. Ai përmendi një paralajmërim simbolik të kryeministrit për një kafe të fundit dhe përshëndetëse, që sipas tij ishte një mesazh i qartë politik që e detyroi Taravarin të largohej vetëm për të justifikuar para qytetarëve dhe votuesve shqiptar. Dorëheqja e Arben Taravarit nga posti i ministrisë së shëndetësisë nuk ka qenë dëshirë e tij, por e kryeministrit të RMV-s, Mitsokosi, që e paralajmëroi Taravarin për kafen e fundit dhe përshëndetëse. Ky paralajmërim i kafes së fundit të kryeministrit Mitsokosi e detyroi Taravarin të japë dorëheqjen vetëm për të arsyetuar para qytetarëve dhe të 107.000 votuesve shqiptar. Argumenti tjetër është se Taravari para se të dorëhiqej, lavdëroi Mitsokosin se është një ndër kryeministrat më të mirë deri më tani. Për shqiptarë në anën tjetër, iku nga qeveria e tij. Ikja e Taravarit nga qeveria ka doza hipokrizie. Në përgjithësi, politikanët shqiptar përveç Albin Kurtit janë hipokritë të padukshëm, por ja që Taravari me veprimin e fundit tregoi hipokrizi politike më të hapur dhe më të dukshme para qytetarëve shqiptar të RMV-s. Mehazi thotë se Taravari ka mbetur i izoluar politikisht, pasi ka idhëruar një stër figurash politike, përfshirë Ahmetin, Selën, Mitsokosin, Kasamin, Mexhitin, Gashin, Kurtin dhe mijëra votues shqiptar.